s'ki me mpa, as në ëndra s'ki me mpa, se nuk thena edhe jetën me më marr. S'ki me mpa, as në... E di që kam të bruar, shumë herë falje t'kam kërkuar, me një fjale ula vetën, s'kam lavend për herën tjetër. Edhe pse këtë zemrën time, s'ka pas ditë që s'ma ke thy, s'u me vajti nati unë me ty. E pranoj që fajtorisha dhe i ti kam bejt, shpresoj që tani e pranuar me të vërtet. Jo, prej te s'munde me unda, kisha vdek ty mos me t'pa, dije që si hapi syt, po s'ma thiri zani yt. Prej te s'munde me unda, kisha vdek ty mos me t'pa, dije që si hapi syt, po s'ma thiri zani yt. Rumejsa, në industrinë e muzikës ka shumë këngëtarë të reja. Pse mendon se ti dallon nga të tjerat? Mendoj që secili është i mirë në çato që e bën, po thjesht secili kena diçka të veçantë dhe që na bën me dallu prej tjerëve. A mendon se artistët e rinj kanë nevojë për skandale për të bërë bujë? Varet për njerit që e zgjedh atë mënyrën për me dhezë një farë forme, po unë nuk mendoj që të vynë skandal, se muzika është artë dhe duhesh me shfaq ato që ti ke talent e jo me skandale. A e kishe boti nëse të kisha mundësia ndonjëherë? Jo, se besoj që e kisha bo, nuk është e natyrës tem. Edhe pse e rej në muzika, ke pasur ndonjëherë ose a ke ndonjë ditë në ato momentet e tua ku thot që okay, po du me lënë, po du me vazhdu më? Jo, është diçka që e du shumë edhe kur nola me menu çka është profesioni jam i ëndrave, është muzika, edhe dashnia që e kam për to nuk më bën me menu që me lënë ajherë. Mes të partnerit dhe muzikës, këtë do zgjedhje? Muzikën, besoj që është shumë e rëndësishme dikush me dashur për çato që ti je, edhe nuk e kisha lënë për partner. Deri më tani, cila është kritika pak më e keqe, le të themi, që e ke marrë nga të tjerët rreth muzikës? Kritika, nuk po di, është veç projekti jam i parë, nuk është që kum pos ndaj koment negativ, po kështë kritika me qenë pak më e gjallë, se ka njëherë vjen morë, nuk e shfaqi shumë veten. A është dikush që të ka frymzuar për një këngë dashurie, ndoshta një eshi yti? Jo, jam e re në moshë dhe është veç projekti jam i parë, teksti nuk e kam shkruar vet, edhe jo, nuk më ka frymzuar kërkush. A ke pasur ndonjë histori dashurie me ndonjë artist apo producent nga industria jote deri më tani? Jo, nuk kam pas edhe nuk isha dashur me pas me përzi punën me dashuri. Cili është artisti mashkull me të cilin do doje një bashkëpunim, qoftë muzikor? Yllimoni më pëlqen shumë edhe më përshtatet shumë zhandri i tij, kështu që kisha pas dëshirë me Yllimonin. Apo i bën ftesë? Patjetër. Atëherë në mes të Yllimonit dhe Dafina Zeqirit, këtë zgjedhje? Dytë janë shumë të mirë, po për shefin tam Yllimonin më pëlqen shumë. Deri më tani, a të ka shkuar ndonjë VIP në DM dhe si e përgjigjur? Sa i përket përkrojës, nuk është që kum pas shumë prej artistave tjerë, po edhe nuk është që s'kan shku. Për shembull, Ylli po më ka përkroj. Pra do me thonë, ti po mendon që artistat zakonisht që janë më shumë vite në skenë nuk i përkrojnë atë sa duhet artistat e rinj, këtë rast? Në varet për tyne, po nuk është që i përkrojnë shumë, jo veç artistat, po dhe producentat. Gjithmonë shkojnë me atë parimin që vetë në momentin kur ti dhezë, ata të shikojnë si vlerë, po nuk është që kanë shumë besim të ti prej fillimeve tua. Sa ka rëndësi për ty imazhi dhe sa larg do të shkoje për të bërë bujë në media? Ka shumë rëndësi, po gjithmonë të mundu me përfaqësu në mënyrën më të mirë të mundshme, që shëtëse ka dhe më herët jo me skandale, gjithmonë duke mundu me ru edhe me fitu respektin të publiku, kjo ka rëndësi. A mendon se do t'jesh
provokuese për të qenë suksesshme në pop? Jo, nuk mendoj. Se tek e fundit është zoni dhe muzika jote që nguhet te publiku. Nëse nesër një gazetë do të bënte një lajm bombastik për ty, çka mendon se do të ishte? Nuk e di. Rreth karrierës apo rreth jetës personale? Rreth karrierës. Sjena bash, t'ju e shpirta mu jena lar. Amalena, Amalena, Amalena. Sjena bash, t'ju e shpirta mu jena lar. Amalena, Amalena, Amalena. Se ti ma nuk je, se ti ma nuk je, se ti ma nuk je. Se ti ma nuk je, 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 se ti ma nuk je. Sjena bash, t'lidu me shpirta u jena lar. Amalena, Amalena, Amalena. Sjena bash, t'lidu me shpirta u jena lar. Amalena, Amalena, Amalena. Në një skenë live do zgjidhë një performancë super vokale apo shfaqje të guximshme vizuale? Një performancë super vokale. Po ta mas pak inteligjencën, ku mendon që shkon një mendim që harrohet? Harres. Çka i thu vetes kur je para pasqyrës? Qa kjo pyetje? Nuk e di, nuk është që i thom na i sam, po gjithmonë mundona mja kujtu vetës që me punu shumë për që ato që du, mos më ndalë edhe mos me pas rëndësi shumë tek fjalët e njerëzve. Përfund një mesazh për krejt vajzat e reja që dëshirojnë me ndërtu gjithë diçka tyne në karrierë, po kanë frikë ose përbollen me paragjykime, ose për krejt bashkëmoshatarët e tua në këtë rast. Që thash edhe më herët, me u fokusu veç të shaj që na e dojmë, edhe mos me ngu tjertë mendimet e tjerëve. Jete kom pas të fundat mi thonë se zemrën ma ke plas. Prap mos ka gjas,